Procesi i deklaratës reforma sipas deklaratës së përbashkët të zotimeve është një proces i filluar në bazë të nënshkrimit të një deklarate në mes të Ministrisë Drejtësisë, Këshillit Gjyqësor, Këshillit Prokurorël, Gjykatës Supreme dhe Zyrës së Kryeprokurorit të Shtetit. Dhe tash ky proces përmban pakon e ligjeve për sistemin e drejtësisë, ku hyn ligje për prokurorin e shtetit, ligje për Këshillin Gjyqësor, Këshillin Prokurorial, për Akademinë e Drejtësisë, për përgjegjësinë disiplinore e tjerë, dhe që tash ky proces do thotë nëse e shohim që nga fillimi ka qenë një proces që nuk është bërë në mirëbesim në mes të akterëve. Ka posur palë do thotë që gjatë procesit edhe janë larguar, në fund në një periudhë të caktuar kohore Ministria e Drejtësisë kishte mbetur e vetme në këtë proces e tjerë, dhe që ky proces nuk ka përfunduar. Nëse i shohim draftet të cilat pa të ndalur në publik, për cilat kemi reaguar publikisht si Instituti i Kosovës për drejtësi, pa të parë se këto drafte përmbanin probleme të shumta kushtetuese dhe po ashtu përmbanin edhe mos respektim të standardeve ndërkombëtare. Dhe tash ideja është se këto ligje janë të domosdoshme për sistemin e drejtësisë. Do thotë ne kemi një sër opinionesh të dhëna nga ana e Komisionit të Venecias, ndër cilat për shembull përmend edhe ajo për çështjen e vettingut, ku thuhet se duhet të përforcohen mekanizmat e brendshëm të kontrollit për shkak se janë një sër mekanizmash që i nevojiten Këshillit Gjyqësor dhe Këshillit Prokurorial të Kosovës, e të cilët nuk i ka me ligj. Dhe tash stagnimi i reformës sipas deklaratës së përbashkët të zotimeve ka sjellë do të thotë këtë rezultat që sistemi i drejtësisë nuk i ka këto ligje të nevojshme për funksionimin e saj, dhe që nuk është do thotë thjesht një reformë që po don me bëj qeveria, janë ligje të nevojshme, janë ligje të domosdoshme për sistemin e drejtësisë në fushën e llogaridhënies, në fushën e integritetit e tjerë, mirë po që fatkeqësisht ka stagnim në këtë pjesë. Ky stagnim do thotë i referohet, do thotë ky dështim i referohet edhe qeverisje së kaluar, mirë po ashtu edhe ngërçit politik të krijuar tani më, për cilin aspekt nuk ka pasur mundësi që të ecë përpara. Raporti përmend se qeveria ka përditësuar planin e veprimit për strategjinë e sundimit ligjit, por që ky plan i veprimit vazhdon me hasë në pengesa të ndryshme, përfshirë këtu edhe dështimin e institucioneve zbatuese për me pas përparësinë e duhur. Çka janë gjetjet e IKD-s me qenë se monitoroni zbatimin e kësaj strategjie të sundimit ligjit? Tash, ne si IKD kemi monitoruar vazhdimisht zbatimin e strategjisë për sundimin e ligjit, ndoshta sa për kujtim të shikuesve, strategjia për sundim të ligjit derivon pothuajse nga një prej reformave më të mëdha në fushën e sundimit të ligjit në Kosovë, që është procesi i rishikimit funksional të sektorit të sundimit të ligjit, që në një farë forme e ka skanuar gjithë gjendjen në sundimin e ligjit dhe më pastaj është draftuar edhe strategjia. Në vazhdimsi do të thotë, nëse i referohemi raporteve të publikuara nga Instituti i Kosovës për drejtësi, shohim se ka pasur probleme të shumta, mos buxhetim adekuat të aktiviteteve, ndërmarrje të aktiviteteve në kundërshtim me atë se çfarë ka thënë strategjia për sundimin e ligjit, raportim të pasakt e tjerë. Por njëra prej çështjeve problematike që është në raport me strategjinë për sundimin e ligjit, raporti i Komisionit Evropian e përmend se është përditësuar në vitin 2025, por ideja është se në vitin 2024 strategjia e sundimit e ligjit ka qenë pa plan të veprimit. Strategjia për sundimin e ligjit si dokument i përgjithshëm, si dokument narrativ që përcakton problemet dhe aspektet objektivat e përgjithshme, nuk ka mundësi që të implementohet pa një plan të veprimit. Pa pasur një plan të veprimit që liston institucionet, aktivitetet e tjera të cilat duhet të ndërmerren, dhe që përkundër obligimeve që i ka pasur me vetë strategjinë për sundimin e ligjit, qeveria tani në detyrë ishte vonuar që ta bëjë rishikimin e strategjisë për sundimin e ligjit dhe komplet viti 2024 në fakt është i humbur
për shkak se nuk ka pasur fare plan të veprimit. Dhe tashmë jemi në vitin 2025, plani i veprimit është 2025-2026, në përputhje edhe me afatin e strategjisë për sundimin e ligjit, dhe kjo çosje, kjo mënyrë se si i është çosur qeveria sundimit të ligjit, duke ndërmarrë reforma të cilat dalin jashtë strategjisë për sundimin e ligjit, duke mos e pas këtë dokument si udhërrëfyz për reformat e nevojshme në fushën e sundimit të ligjit, definitivisht se ja ka zbe edhe efektin që pritej nga kjo strategji që derivon nga një reform ka që thellë në fushën e sundimit të ligjit. Pse mbetet korrupsioni një fushë ku progresi është gjithmonë i kufizuar? A ka mungesë të vullnetit politik apo të mekanizmave të pavarur për me luftu realisht? Tash ky termi progres i kufizuar që vazhdimisht pothuajse përmendet në raportet e progresit, nëse e përkthejmë në atë fjalorin e raportit të Komisionit Evropian, i bie se janë ndërmarrë disa veprime, mirë po nuk kanë pasur në një farë forme impakt real, ndikim real në një fushë të caktuar. Kur flasim tash për korrupsionin, tash e kisha përmend do thotë në disa drejtime, në fushën e luftimit, por edhe në fushën e parandalimit të tij. Në fushën e luftimit të korrupsionit, raporti përmend se ka një numër pak më të madh të aktgjykimeve dënuese, mirë po për shembull problematike është fakti i klasë shumë të tjerave, po i përmendi dy prej tyre, është fakti që fillimisht i politikës ndëshkimore e cila ndiqet në këto raste dhe arsyetimit të vendimeve gjyqësore. Në raport në politikën ndëshkimore nuk ka një standardizim do të politikës ndëshkimore dhe nuk ka një politikë ndëshkimore të bazuar në ligj dhe në udhëzuesin e Gjykatës Supreme për politikë ndëshkimore. Nuk themi që në secilin rast dënimet duhet të jenë të larta, mirë po që dënimet duhet të jenë të individualizuar dhe të përshtaten dhe të mundsojnë arritjen e synimit apo qëllimit të dënimit që është parandalimi i kësaj dukurie. Dhe në fakt nëse shohim dënimet e shqiptuara, definitivisht se të njëjtat nuk janë adekuate dhe nuk janë të arsyetuara sepse gjyqtari në një rast të tillë ka ardhur në një përfundim për shqiptimin e një dënimi të caktuar, duke mos respektuar rrethonat dhe parimet e dënimit për caktimin e llojit dhe lartësisë së dënimit të përcaktuara në Kodin Penal dhe veçanërisht udhëzuesin e Gjykatës Supreme për politikën ndëshkimore. Në anën tjetër, se përket arsyetimit të vendimeve gjyqësore, nuk mund të thuhet që në secilin rast prokuroria ka dështuar që ta arsyetoj këtë dhe mos t'i jepet elaborim tutje. Duhet që të ketë elaborim të detajuar për secilin rrethon, në secilin rast se ku dështon prokuroria, në mënyrë që edhe një aktgjykim lirues, qoftë edhe lirues i gjykatës përkatëse, të tregoj saktësisht se si duhet të veprojë prokuroria në të ardhmen. Ne tash do thotë po shohim se nuk ka mungesë të resurseve, do thotë përkundër disa problemeve të caktuara të cilat evidentohen, prapë se prapë do thotë ka rritje të resurseve, mirë po ende ka mungesë të rezultateve konkrete. Raporti po ashtu e përmend edhe mosbatimin e ligjet për kompetencat të zgjeruara për konfiskimin e pasurisë, të cilën e kemi përmendur vazhdimisht edhe si IKD, që është thjesht mungesë e vullnetit për zbatimin e këtij ligji. Në fushën e parandalimit të korrupsionit, krahas aspekteve të tjera, çështja kryesore problematike në këtë fushë është mungesa e një strategjie kundër korrupsion. Qeveria tani në detyrë kishte ardhur në pushtet me premtimin kryesor për luftimin e korrupsionit, ndërsa e ka përfunduar mandatin e saj pa një strategji kombëtare kundër korrupsionit. Ka pasur disa tentativa, ka pasur një grup punues që për disa vite do thotë ka punuar në këtë drejtim, ka pasur disa drafte të cilat kanë dalë, mirë po që nuk kemi strategji. Draftet e dola për konsultime publike të kësaj strategjie definitivisht se kanë qenë të dëmshme dhe më mirë ka qenë që të njëjtat mos të miratohen se sa të kemi
atë strategji. Njëra për çështjeve do të thotë që përmende që gjykata kushtetuese me qenë një farlloj institucioni mbikëqyrës i Këshillit Gjyqësor dhe Këshillit Prokurorial, ndërsa nuk përmendeshin aspektet e tjera që realisht kanë të bëjnë me parandalimin e korrupsionit. Dhe për këtë arsye, këto drafte nuk i përgjigjeshin nevojave të luftimit të korrupsionit në Kosovë, dhe që fatkeqësisht do të derëm tani Kosova nuk e ka një strategji kundër korrupsionit që në një farë forme e vënë në dilemë nëse dhe vetë qeveria ka posur të qartë rrugën se si do ta luftoj korrupsionin. Për këtë arsye edhe kjo çështje do të thotë çështja e strategjisë kundër korrupsionit, krahas konfrontimit të pushtetit me institucionet e sundimit të ligjit, definitivisht se tregon edhe për mungesë të vullnetit politik për luftimin e korrupsionit. Raporti thekson jo funksionalitetin e Këshillit Ekonomiko-Social si dhe në rrënjën e numrit të sindikatave. Zoti Jokaj, çka janë detyrimet ligjore të qeverisë për me funksionalizu këtë Këshill Ekonomik-Social edhe për me garantu një dialog trepalshëm? Atëherë raporti vërteton ose i ka vërejtjet e njëjta gati se të secilit të vetë që nga 4 vitet e fundit